Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot do trajtojmë në rubrikën tonë Kombi Ynë një temë të veçantë të paparë në këtë këndvështrim. Cilat ishin taktikat e luftimeve të kryengritjeve shqiptare për liri dhe pavarësi? Taktika si nga forma dhe përmbajtja është origjinale, mbështetur kryesisht në tabanin kombëtar dhe në përvojën ushtarake shekullore. Taktika e kryengritjeve anti-osmane arriti zhvillimin më të madh në krahasim me gjithë format e përdorura më parë në luftën e armatosur të popullit shqiptar kundër sundimit otoman. Në kompleksitetin e veprimtarisë luftarake, në këto kryengritje u shfaqen forma të larmishme, luftimi i mësymës dhe mbrojtës. Luftimi i mësys u zhvillua në vitet 1910-1911 dhe thuajse gjatë periudhës së kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912. Tipari i përgjithshëm i mësymjes ishte se ato fillonin në rajone fshatare dhe zona malore dhe drejtoheshin mbi forcat turke në qytete dhe zona të ulta, si kryengritja e Majtësisë së Madhe. Si rregull pas dhënies së sinjalit apo lajmërimit, disa çeta dhe grupe niseshin për luftë. Në rrugë sipër ato bashkoheshin, ndanin, përcaktonin detyrat, e afroheshin objektivit dhe pastaj me koordinim me njëra tjetrën hidheshin në sulm. Pas kësaj në ndihmë të tyre shkonin dhe vullnetarë të tjerë të rrethinës qytetit ose çeta dhe grupe krajinash të afërta. Si rrjedhoje shpejtësisë, befasisë, shtimit gradual të forcave dhe sulmeve të shpeshta, ato në shumë raste detyruan forcat e armikut të tërhiqen. Në prill të vitit 1910, grupet luftarake të kryengritësve kosovar, fillimisht përbëra nga disa qindra luftëtarë, u nisën nga rajonet rreth qyteteve të Prishtinës, Gjilanit, Mitrovicës dhe brenda pak ditësh, me rreth 30.000 luftëtarë, krijuan e përsi numerike ndaj forcave turke. Në sajt manovrës, shfrytëzimit të terrenit e përsisë të rajonit të forcave, çliruan disa nga qytetet dhe rrethuan plotësisht forcat të mëdha turke brenda qyteteve të tjera. Në vitin 1911, mësymet dhe sulmet e kryengritësve të Majtësisë së Madhe patën zhvillime tepër të shpejta, ishin të befasishëm. Lëvizja e forcave u bë natën dhe fillimisht me më pak forca se ato të armikut që kishte objekt i mësymit së tyre. Sulmet filluan natën 24 mars, nga një çetë me 10 luftëtarë që kishte 7 push kundër postës turke që kishte 30 ushtarë. Në këtë ditë u hodh në sulm dhe një çetë tjetër pa aq e vogël, ndërsa në mbrëmje numri i luftëtarëve të këtyre çetave arriti 100 luftëtarë. Në mëngjesin e 26 marsit ishin formuar shumë çeta dhe rreth 800 luftëtarë, të cilët sulmuan të gjitha postat kufitare dhe reparte turke. Në kuadrin e këtyre sulmeve, pak malësor sulmuan natën avërsisht 350 ushtarë turq në fortifikatat e malit Deçiçit, duke u shkaktuar dëme të mëdha, i detyruan të tërhiqen prej andej. Mbi bazën e sukseseve të sulmeve të para dhe e përsisë numerike që arritën kryengritësit e Majtësisë së Madhe, formuan dy grupe të mëdha me nga 1000 luftëtarë, secili të zhvilluan mësymje prej Hotit e Grudës në drejtim të Tuzit e Krajës, prej Kastratit të sipër me shkrelit drejt Koplikut. Ndërkaq, në drejtimin Vermosh-Selc u kaluan në mbrojtje nga forcat e shumta turke, avërsisht në një divizion të ardhur nga rrafshi i Dukagjinit. Pasi shkliruan rajonet e mësipërme, u planizua mësymja në drejtim të qytetit të Shkodrës. Në vitin 1912, kryengritja e përgjithshme në pikpamje të vijimësisë së përmasa dhe përgatitjes së organizimit të luftimeve, u shndrua në një mësymje të përgjithshme. Donse ajo u zhvillua, jo si një proces i pandërprer, jo në një front të vetëm, por në rajone pak a shumë larg njëri tjetrit. Ajo përfshiu gjithë Shqipërinë, prej Kosovës deri në Çamëri. Qëllimi i saj ishte të dëmtonte rënd dhe të thyente përfundimisht forcat osmane. Në Kosovë, mësymja filloi në maj me dy grupe prej 5000 luftëtarësh rreth qyteteve të Gjakovës dhe të Pejës, kurse në Korrik ajo u zhvillua nga 3 grupime të mëdha. Grupimi në drejtimin e Bajram Curit, që mësynte në drejtim Tropoj, Gjakov, Drenic, Prishtinë. Grupimi në drejtimin e Isa Buletinit, në drejtimin Novi Pazar, Mitrovic, Prishtinë, si dhe grupimi në drejtimin e Idris Seferit, i cili pasi mbuloi me siguri një pjesë të forcash mbrojtjen e grykave të Kaçanikut, të Caralevës, Bujanovës e tjerë, në pjesën tjetër të forcave shtoi mësymjen drejt Prishtinës dhe Shkupit. Gjatë mësymjes u arrit bashkëveprim i lirë dhe i mirë mes tyre. Përfshirimin e qyteteve kryesore të Kosovës, Prishtinë, Prizren, Mitrovic, Shkup. Mësymja u zhvillua bashkëndrore.
me manovra të shumta. Kjo ndikoi në Shqipërinë e Mesme, sidomos në luftën kundër forcave turke, në rajonet e Lezhës, Krujës, Durrësit e Elbasanit e në Shqipërinë e Jugut, sidomos në rajonin e Korçës, Vlorës e Fierit. Kryengritësit zhvilluan pa ndonjë mbështetje të rëndësishme me artilleri, lëvizjet për afrim dhe manovrat bëheshin në kolona natër. Formacioni i luftimit në mësymje përbëhej nga çetat dhe grupet e vendosura në një vijë, kur forcat ishin të shumta, u krijuan dhe rezerva taktike. Zhvillimi i luftimeve mbrojtëse. Luftimet mbrojtëse patën karakter të qëndrueshëm dhe aktivitet të madh. Mbrojtja në këto kryengritje synoi të ndalonte përparimin e armikut, ta dëmtonte rënd atë, madje ta zgjësonte. Në përshtatje me qëllim, ai organizua me forca të mëdha, u shfrytëzua me mjeshtëri terreni, u përdor mashtrimi i armikut, futja e tij në kurthe të tjera. Kështu në vitin 1110, për të penguar futjen e grupimit kryesor turk, nën komandën e generalit turk Shevket Turgut Pashës, u angazhuan në mbrojtje e afërsisë 10.000 kryengritës, mes tyre 5.000 deri 6.000 të grupimit drejtuar nga Idris Eferi, 2.000 nga Isa Buletini dhe 2.000 të tjerë nga Hasan Butakova. Duke filluar nga 24 prilli, grupet e mësipërme zunë përkatësisht grykën e Kaçanikut, Saralevës dhe Jezercës. Ideja e luftimit në mbrojtës së tyre ishte që të dëmtonin në rënd dhe detyronin tërhiqje e grupimit turk i Shevket Turgut Pashës për 16 vetësh, që u vendos në Ferizaj ose ta zgjësonin. Për azgjësimin e tij, kryengritësit planizuan ardhjen e më së 10.000 luftëtarëve të tjerë nga Dibra, Luma dhe Rafshi Dukagjinit. 6.000 Dibran dhe Lumjan të mashtruar nga një tradhtar u kthyen pa arritur në rajonin më sipër, ndërsa rajoni Dukagjinit u grumbulluan forcat, por dhe ato nuk shkuan në kohë, kështu që kryengritësit që ishin organizuar për luftim rreth Ferizaj zhvilluan fillimisht luftime mbrojtëse aktive dhe më pas luftime mbrojtëse manovruese. Në tërësi, organizimi i mbrojtjes dhe manovrat e kryengritësve u përmbajtën idesë për ta futur armikun në kurth. Grupimi më i madh i kryengritësve ishte ai i Moravës, që drejtohej nga Idris Eferi, i cili filloi luftimet i parë. Një mashtrim i goditur me anë të zjarreve të shumtë që ndjezeshin natën në male në veri të Ferizajt, bëri që komanda turke të besojë se forcat shqiptare në atë krah, ndërkohë ato hodhën në mësyme dhe kapën grykën e Kaçanikut ku organizuan mbrojtjen. Ky grupim përballoi mësymjen e dyanshme të forcave osmane, 16.000 prej Ferizajt dhe 3.000 prej Shkupit, dhe zhvilloi luftimet përgjakshme në formë pritash, sulme, goditje të pandërprerë ditën dhe natën. Më pas u përhap në malsinë e Moravës e të Kaçanikut me grupe të vogla prej 150-200 luftëtarësh dhe villoi shumë luftime mbrojtëse manovruese. Luftime mbrojtëse aktive zhvilluan dy grupimet e tjera, i Isa Buletinit dhe i Hasan Butakovës, kundër më shumë se 20.000 trupave turke. Pas thyrjes së forcave kryesore, qendresa e kryengritësve vazhdoi shkëputur në grupe të vogla, por e ashpër në dy drejtimet e mësymjes së forcave turke, atij të Rafshit të Dukagjinit, Malësia e Tropollës dhe Nikaj Mërtur dhe atij të Prizren Lumdiver. Luftimet të ashpra u zhvilluan në qafën e Morinës, në qafën e Kolit, në Re e Dardh, në qafën e Agrit, ku 250-300 malësor të Nikaj Mërturit, Shalës e Shoshit mbajtën më së 2 javë, të gëzhduar një njësi turke me 3.000 ushtarë, ndërsa i detyruan ata të kthehen prapa e tërhiqen për Gjakov. Në tërësi, në vitin 1110, kryengritësit organizuan mbrojtje në vija përballë frontit mësymës të forcave turke, duke u tërhequr ata zinin vija më mbrapa, duke dhënë asaj thellësi. Në vitin 1111, luftimet mbrojtëse të Malësisë Madhe patën karakter qëndrueshëm dhe veprues. Si rregull, kryengritësit mbronin të gjitha drejtimet e kalueshme që çonin thellë në Malësi, duke i dhënë mbrojtjes formë rrethore. Vija e parë e mbrojtjes së tyre kalonte prej Tuzit në Helm, gjatë bregut lindor të liçenit Shkodës, gjatë porojit të thatë Koplikte përpara Vermoshit. Në pamundësi që të zinin të gjithë këtë vijë, kryengritësit u mbështetën në përqendrim nga grupe secili prej disa qindra luftëtarësh në pika të caktuara si Deçiçi, Dinosh Millesh, Brizha, Bajza, Vukpalaj, Kopliku dhe Selca. Me duken e armikut në një drejtim, ose disa grupe së bashku zinin një vijë mbrojtje të caktuar ose hidheshin ndonjëherë në kundërsun dhe vinin përpara forcat armike. Luftimet më të përgjakshme u bën sidomos për maljen e Deçiçit, ku zakonisht 200 luftëtarë dhe vetëm në raste të rralla arritin 500 dhe 600, përballonin dhe thynin sulmet e një pasqyrshme të disa batalioneve osmane. Gjatë luftimeve, në vijën e parë të mbrojtjes, kryengritësit thyen disa herë dhe përpjeket për zbarkim të reparteve të veçuara turke të ardhura nëpërmjet liçenit.
kundër sulmet e goditjet e befasishme ditën veçanërisht natën, i dhanë pasi forcat turke u futën në rajonin e Hotit të sipërm, thellë në Kastrat, Shkrele, Selc. Gjatë organizimit të luftimeve mbrojtëse, kryengritësit shfrytzuan mirë terrenin si në pikpamje të ruajtjes së forcave të veta, por dhe për dëmtuar sa më rënd për ta thyer armikun. Në Kaçanik, Caralev dhe Jezerc, pozicionet e mbrojtjes së kryengritëve ishin në lartësi zotruese ndaj rajoneve të mësymjes së forcave turke. Pozicionet e tyre ishin në pylle të fshehta të maskuara kështu në qafën e Morinës, qafën e Kaloshit, Kolosianit. Kryengritësit ishin në pika të ndryshme dhe arritën të bëjnë ballë forcave osmane. Këto ishin disa nga taktikat mbrojtëse dhe sulmuese të forcave shqiptare gjatë luftës për pavarësi. Miru takofshim në emisionet tjera. Partikat vlemat bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.